Përshëndetje, s'po m'vjen fjala. Për herë të parë, për konsilmoren e prindërimit, kam dëgjuar fal doktoreshës së vajzës time, e cila më ofroi disa broshura, edhe më këshilloi të kaloja këtu, dhe gjithashtu edhe zonja Dominik më telefonoi, edhe më spjegoi më në detaje se çfarë konsiston kjo konsilmore dhe çka ofrojnë. Sipas mendimit tim, konsultoria për prindër mund t'ju mbështesë në lidhje me prindërimin, me problemet e prindërimit, në rritjen e fëmijëve, si për shembull në situatën time personale, unë kam pas shumë probleme me kolikat e vajzës time dhe me dhimbje të barkut, kështu që zonja Dominik më ka ndihmuar shumë me këshillat e saj të vlefshme. Këshillmoren për prindër, unë personalisht do të ja sugjeroja prindërve të rinj që janë për herë të parë këtu në Zvicër dhe nuk kanë ndihmë prej askujt, si në situatën time personale. Dhe arsyeja është se nëse kanë ndonjë nevojë për diçka, e kanë nevojë për ndonjë termin, këtu munden me pas më shpejt. Konsultoret për prindër ofrojnë veçanërisht këshilla falas, termine të shpejta, ndihmë për familjet me fëmijë të vegjël deri në moshën 5 vjeç, edhe në rast nevoje ata mund të ofrojnë edhe përkthyes. Kontakto konsultoren e regionit tënd. I don't touch the hair. Okay. Don't touch the hair. Okay. Okay.